إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا خير نبي أرسله أما بعد الله عز وجل falënderojmë prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kurse salavatet dhe selamet i dërgojmë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij fisnik dhe gjithë pasuesve të rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Falënderojmë dhe madhërojmë Allahun azza wa jall për mirësitë dhe begatitë e tij të mëdha, në veçantë për mirësinë dhe begatinë e Islamit dhe imanit, që na bëjnë dobi në çastin dhe në momentin ku s'ka dobi nga malli e as nga evladi. Të nderuar vëllezër, të nderuar besimtar, në javën e kaluar përmendëm dobitë e udhëzimit dhe të mirat e udhëzimit. E sot përmendim një dëm nga dëmet e mëdha të devijimit, e që sot do të flasim për të verbërin me sy. Kena me folë për dikën që ka sy, ama nuk shef. Ai shef edhe nuk shef. Ky është i verbëri me sy. Që verbëria e tij është shumë më e thellë se sa ai që nuk ka sy, se sa ai që fare nuk shef. O vëllezër dashur, është mirë të e bëjmë një kontroll ndaj vetvetes tonë, se na jemi duke pa. Se neve këto sytë e ballit që i kemi e që e shohim këtë dritë të bardhë, a jemi duke pa vetveten tonë. A jemi duke i pa evlat tonë. A jemi duke i pa shoqërinë tonë. Apo bëhemi se nuk i shohim. A jemi duke praktiku këtë Kur'an që jemi duke ndëgju? A jemi duke pasu këtë sunnet që jemi duke pretendu se e duam këtë pejgamber? E që dashuria reale ndaj këtij pejgamberi manifestohet me pasimin e rrugës së tij, jo vetëm me deklarata boshe që s'kan asnjë farë gjurme në jetën tonë dhe në realitetin tonë. Andaj Allahu te bareke ve teala thot: "Wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka." Thot Allahu te bareke ve teala, e kush ja kthen shpinën Kur'anit, udhëzimit, të mirës, halalit, kush do të ja kthen shpinën dhe bëhet se nuk e shef, dhe bëhet se nuk e ndëgjon, e bëhet që nuk e kupton, ai ka me pas një jetë shumë tronjë, shumë të vështirë. Ka me pas një jetë me shumë vështirësi të mëdha. Disa nga komentatorët e përmendin se ky ajet kuranor është shpall për një popull para nesh, të cilët Allahu i kishte dhënë shumë të mira, e që ata thanë, këto të mira i kemi se na jena të mirë, se na jena të zot, se na jena të taft, se na jena të dallum, andaj, jo se neve na ka dhënë dikush. I mohun mirësit që Allahu a dërgoi atyre, e që Allahu te bareke ve teala i bërin nga ata që me gjithë ato të mira të vuajnë, u ala të mira të ashtoj vuajtjet. A, vllazën dashur, që këto është ai guri që e përmenda në javën e kaluar. Krejt mira më çte kam një gur. S'jam diçka mirat, a vetë të mirat i kina më sina verahat. U hangrëm si qenë me zvete. Rezil të shtëpia s'ka mohabet hiç. Krejt mirë, ama s'u shkohet të shtëpia, ama mirë bëhet me një kafe me ndejt. Krejt mirë, ama si tim shpi kris, fesati, belaja dhe sheri. Krejt mirë, ama se cilin dhomën e vetë, kur kush ma s'kënd, s'ka mohabet.
që kjo është e jeta e keqe. Që kjo është ai qori me sy. Kështu shkupion që ka me e thonë. Kjo është ai verbëri me sy. Që kjo është ai i cili e ka kthy shpinën Rabbul Aleminit e dinit të Allahut Azza wa Jall. E ka mendu se mundet me jetu pa Islam. Këto janë pasojat e mos praktikimit të dinit e të fesë. Andaj, disa e kam përmend hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që është hasan e që e transmeton Ebu Hurajra radhiyallahu anhu kur thot se ka me pas një jetë të zymt. Thonë dietarët, ka me pas një jetë të keqe, të rëndë, të ngushtë, të keqe, para atnëk, në këtë dunjo. Ka me pas në jetën e varit, ka me pas edhe në ahiret. Në këtë dunjo, është ai momenti ku ai ndjen një ngurtësi, krejt i ka, ama kur gjo se bën atë të lumtur. Kjo është ai guri që i rëndon njerëzit, e që bota sot jeton dhe bie me flet shumica prej tyre me barna për qetësim. Andaj barnat më të shituna në nivel botëror e viteve të fundit janë barnat për qetësim. Jo ato për kancer, jo ato për diabet e për tension, jo, për qetësim. Masanej vinë ato barnat që janë antibiotika dhe të llojeve të ndryshme. Barnat më të shituna në nivel botëror janë barnat për qetësim. Qatë gurin dojnë me haru me barna për qetësim. E mashtron trunin e vetë, mi thonën bile një 5 saat flejmë, haroje se ke një gur që këto. Haroje se nuk ka diçka në regull me ty, bile me zonë gjuni. Po vëllezër, kjo ndodh me botën. Me dini pëse vëllezër, se e kanë këthi shpinën Kur'anit. E kanë këthi shpinën sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ebu Hurajra radhiyallahu anhu transmeton hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për hallin e dinsëzit në varr. Sa që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fa inna lahu tanninan. Qalu ya Rasulullah, ma tannin? Tha ati, atë në varr e pret tennini. Tha ya Rasulullah, çka është tennini? Ai që ka kthi Kur'anit shpinën, dinit, imanit, që ka dash me jetu pa dinit, pa iman, e të mirat e Zotit i ka përbus. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tennin, tha është 70 gjarpni në varin e tij, secili gjarpën me nga 7 kryje, secila prej tyre e kafshon dhe helmon dhe i shakton dhimbje të hatashme ati në varin e tij. La ilaha illallah, o Zot na ruaj nga tennini. O Zot na ndriço vorin ton me nurin e Islamit dhe imanit, aty ku ka nur Islami dhe nur imani, s'ka vend për kësaj gjarpri. Kështu tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, 70 gjarpni për një herë, secili gjarpën ka 7 kryje, ka me kafshu njeriun që ka kthi dinit dhe imanit shpinën këtë dunjë. A e ka pa Islamin, e ka pa imanin, e ka pa xhamin, e ka ndëgju ezanin, u ka bo se nuk ishe. Kjo është i verberi me sy. E thot Ibn Abbasi, këto njerëz, jeta e zymë dhe vështirë për këto njerëz vazhdon në dunjo, e që Allahu Azza wa Jall komi ushqy këto njerëz nga ushqimi dhari dhe zekum. Po dhe zërdashën, atje i pret një jetë alo ma i vështirë, deri në kiamet në jetën e berzahut, kafshon nga kësi kafsh. Shumë njerëz në këtë dunjo kafshon nga këto kafsh, po nuk vetë dison. Shumë njerëz gjithë natën dikan e ngaren në qeni, gjithë natën e kafshon në gjartëni, se bje ka kraji i majtë, bje pa namaz, bje pa abdes, bje me hakin e huj, bje me haram. Shumë njeri u këtë jetë të zymë të keqe, dhe këtë azab të vorit e shion në gjdo mbrami kur i mbyll sytë e ti. O qupi gjumit o vlla, hapi sytë, qupi gjumit të razohu, largoj këtë ngushtitës nga zemra ju të hapi sytë,
shikoje nurin dhe dritën e Islamit dhe imanit, qele Kur'anin, lagi krahët me abdes, balë një shtënë sejde, qu prej gjumit se në gjumje, hik prej këti azabit që të e përjetu për gjdo mbramje, e për gjdo ditë që e duke e shiju, hik u largohu, shpëta. Kjo është dhurat e udhëzimit që e pëse cëllit që udhëzot në rrugën e vërtet, në Kur'anin dhe në sunnetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po vëllezër dashur, dikën para se me hy në varr, e ka fshen këto kafshë të egra e të vrazhda që helmi i tyre thellë në zemrat dhe mendjet e njerëzve dhe përtojnë dhe arin. Ama subhanallah, ka tijen më zgju, ka tijen më vetëdisu. Ana, që duhemi me zveti që i kemi thonë njëri tjetrit vllazën, kina me shkun njëri tjetrin kur ka ankthë, me zgju prej gjumit. Me zgju prej gjumit, me a kujtu shahadetin, e me a kujtu kiblen, e me a kujtu abdesin, e me a kujtu fjallën a i thote e udhu billahi mine shejtanë rajim. O Zot rryhën prej shejtanit malkum, e të kthejnë ka kibla e ka e mira dhe ka e mbara. Ka mishi Allahu me ushimin dhari edhe zekum. Ushimi dhari, e dini çka është? Është një bim me thera që është tepër i idht, e i rënd dhe i vështirë. E ushimi zekum është ushqim helmus, që ka me ushi xhenemlia që ka këthi Kur'anin dhe sunnetit shpinën, që u ka bo se nuk e shef hajrin e Islamin, ka me ushi kur s'ka më ngop. Dhe nga ushimi me zekum kanë me i plas zort, kanë me u qas zort e barku, e përsëri Allah ka me këthi në gjendjen e parë, e përsëri kështu deri më pa fund. O vëllezër dashur, kjo është ushqimi i Islamit, që Islami na e ofron, që kojmë një Kur'an, që kojmë një sunnet, që është shërim për mendjen, për zemrën, për trupin, e ndriçim për rrugën e dunjos, për natën e varit, për urën e siratit, që na shpesh e neglizhojmë, se kemi si një begati, si një dhunti, elhamdulillah gjitha ndej prezente në vendin tonë. Andaj, thot Imam Gazaliu, se errësira në jetët tona nuk vjen dhe nuk fillon për pose me mëkatimin që e bëjmë karshi Allahu te bareke ve taala. E do të thotë ki, qala Rabbi lima hashartani ama wa qad kuntu basira. Ka me thonë, ky që është në këtë hall, o Zot, pse më pas keni ngjall mua pasy, unë në dunjë kum pasy. Kum pasy, pse është ringjall, do të çuditet ky që ka këthi shpinën Kur'anit. Pse o Zot më keni ngjall pasy, unë e pata sy në dunjë. Kum pa në dunjë, pse s'jam të pa këto? Do të thotë Allahu azza wa jall, kedhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kedhalika al-yawma tunsa. Kjo ndodhi me ty, sepse ty në dunjë kur ishe, ti qumë argumentet tona i pave me sy, u bone se si sheh, u bone se i harove, se si kuptove, e kështu në këtë dunjorin halën tëndë. Zot në arruin nga kjo halë dhe nga kjo gjendja. Tregum javën e kalume të mirat e udhëzimit, në këtë javë tregum të keqen e devijimit dhe pasojat e devijimit, dhe tregum se si njeriu me sy në ballë, saksalem, bëhet i verbër. Kur t'ja kthej shpinën fjalës së Allahut te bareke ve taala, o Zot na ruaj nga ky gabim, e na udhëzo dhe na qel sytë e ballit e sytë e zemrës, e na ndriço zemrët tona dhe sytë tona me nurin e Kur'anit e të sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E kullu ma tasma'un walhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله حمدا كاملين كما أمر واشكروه وهو الذي وعد المزيد لمن شكر وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أسر
واعلموا أن الله أمركم بأمر عميم في كتابه العزيز فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقم الصلاة